Shiko, gjdo asocimi jonë me Shoban, i cili ka qenë dhe vazhdon të njerët qelsi i stabilitetit regional mas pari, pastaj në raport me Kosovën edhe egzistencial. Ushtrin gjitha ato ligjet, meri shikoj ligjet, mënyrën armatimit, gjitha ato, por shkën si pas programit kur e në bo, ato ligje me por kështu strikt legalist kanë defekte, por në çështjet të sigurisë, si të falë me qenë se bëhet fjallë për një proces të kontroluar, tërësisht kontroluar dhe që monitorohet nga NATO, dihet do të thotë përkatësisht nga SBA-ja në rang parë. Pa diskutim që është historik, por pastaj përdorimi i një vizitë të tillë për dinamikat të mbrëmshme politike, siç është ta zonë zgjedhja e presidentit të Republikës që është në vigjilje, krahasimi me shpalljen e pavarësisë, unë po i shoh këta politikanë do thotë që kanë ardhur pushtetu vite kompleksin më të madh kanë që nuk kanë qenë pjesë e proceseve të shtatorëve shkurtit 2008. Edhe proceseve të mëhershme dhe po mundon do të thonë me krahasu zatën hera dy gjithmonë është totalizëm. Skrahasohet pavarësia e Kosovës dhe vendimi i GND-s me kurgjë, mundet më krahasu veç edhe me zhbarje të Kosovës, ose dash zotin do të thotë. S'mund më krahasu me kurgjë tjetër, ose që po diskutohet që sa është diskutu Republika e tretë e Kosovës. Republika e tretë e Kosovës, nëse mendohet me qenë parametër i vlerësimit saj 17 shkurtit 2008, aja mundet vetëm me pas asocim me Serbin direkt ose indirekt. Kur të qoftë që se kupton këtë, është laivi më i madh e merr vesh, do të thotë masi të shkojnë, masi të ndronë pushteti. Hiperbolizua rëndësia e këtij akti që Kosova deshe është dashur ta ndjekë SBA-n. Unë besoj kalkulimi i thjesht që duket është, siç e thash, lidhet me procesin e zgjedhjes së presidentit, edhe me shpresën që... Dhe mund t'i sjellë ndonjë kredi zonjës Osmani? Jo, sepse ai nënshkrimi vën aty, ajo fotografi me Trumpin, ose mbajtja dorës me të që u interpretuar në mënyra të ndryshme. Çfarë kredishi sjell presidenti? Respekti që tregon presidenti Trump dhe Amerikan, edhe kanë thonë disa herë, tregon ndaj Kosovës, përmes përfaqësuesve të saj që sot e përfaqësoj. Kishte me vepru njëjtë edhe mos kishte qenë zgjedhja presidentit. Do të thotë kishte ndodhur kjo para një viti, ta zonë. Situata nuk ishte me ndryshu kurgjë. Amerikanët e kanë bërë me dije, unë thash dikun një ditë, prej që ka ardhur ambasadora Jacobson e këndej, në graduale janë tërheq dhe në çështjet e mikromenaxhimit. Presidentin e Kosovës e zgjedhë kush i ka votat, mas pari me të propozu 30 vetë aty. Edhe masani forcat politike. Raporti forcat sot, edhe para një viti në zgjedhjet e shkurtit, ka qenë që aja punë, do në thot, e bon Ja, për atë doja t'ju pyesja vetëm një minutë më pas, por në raport me politikën e jashtme, ju thatë pra që disa veprime, liderët aktual politik, pastaj po mundohen ti përkthej në sukses të brendshëm politik. Ju thoni që edhe politikën e jashtme po e përdorin për kredite veta personale, për karrierën e tyre personale? Pas në diskutim. Se edhe tjerë të kam përdorë, është legjitime. Në politikë është legjitime. Sa shkrep të tërtem është. Metet me opo. Sa mund t'i kushtoj Kosovës nëse nuk i koordinojnë veprimet, pra nëse në këtë rast presidentja dhe ministrja e punëve të jashtme, që paka shumë të dyja ndajnë, si të thuash, përgjegjësitë për politikën e jashtme të shtetit, nuk shkojnë të koordinuara në një veprim qoftë edhe si ky i nënshkrimit themelimit të këtij bordi, me që nuk po shohim as duartrokitje, as aprovim miratem, as një fjalë nuk kemi dëgjuar nga ekzekutivi. Jo, sepse a i bën dëm diçka Kosovës në aspektin e jashtëm? Do të thotë, ala ton e din raportet e mbrëmshme këtu, më mirë sigurisht që unë e ti. I din gjithë çfarë raporte kanë. E nën kuptueshme. Duke i ditë të raporte i din edhe logjikën në Ballkan, sepse s'është vetëm te ne, po ka qenë edhe në kohën edhe në Shqipëri më herët, edhe në vende tjera përreth, që në gjitha përjashtim të Serbisë ka një sistem çuditshëm
tjerat do të thotë janë parlamentare dhe gjithmonë ka pas fërkime mes presidentit dhe ekzekutivit. Gjithmonë. Që thjesht është natyra e pushtetit. Presidenca nuk është pushtet, këto janë pushtet. Tashi këta lypin me ndërhyrë kompetenca njëri tjetës, flasin. Do të gjitha ato janë pjesë e këtij, do thotë që tregon jo vitalitetin institucional. Pikërisht për këtë politika e jashtme është bërë shkas. Pra